Lufta e vazhdueshme e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit ka tronditur status quo në gjeopolitik në rajon. Ndërsa Washingtoni po përfshihet gjithnjë më shumë në një krizë të re në lindjen e mesme, raportet sugjerojnë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po kërkon një rrugdalje politike nga situata. Shtetet bregdetare të ngushticës së Hormuzit kanë një mundësi të rrallë kolektive për t'i ofruar presidentit amerikan një strategji daljeje, duke marrë iniciativën për të krijuar një arkitekturë të re sigurie, të menaxhuar në mënyrë lokale për të ngushticë. Këto vende mund të rrisin ndjeshëm rëndësinë e tyre strategjike, si në gjeopolitikën rajonale, ashtu edhe në ekonominë globale. Alternativa është një konflikt i zgjatur që mund të çojë në imponimin e një rendi të ri nga Teherani në mënyrë të njëanshme, shkruan Sina Emami, profesor i historisë dhe politikës moderne të Iranit. Duke përpjekur të balancojnë qëndrimet e tyre, Shtetet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit duket se janë të bllokuara mes dy opsioneve të këqija. Përballja me Trumpin, sidomos gjatë një lufte, do të sillte kosto të larta dhe reagime të paparashikueshme. Nga ana tjetër, paftësia për të shmangur perceptimin nga Irani si pjesëmarrës, qoftë edhe pasiv në agresion, i bën ato objektiva legjitime sipas doktrinës së re ushtarake iraniane. Kjo situatë nxjerr në pahë edhe kufizimet e mbështetjes së sigurisë nga SBA-ja. Alianca pa kushtëzuar me Izraelin, ku interesat izraelite shpesh mbizotrojnë mbi ato amerikane në rajon, tregon se status quo-ja aktuale është e paqëndrueshme, shkruan Emami. Një rend i ri rajonal duket i pashmangshëm, pasi përgjegjësimi i kushteve do të vazhdojë nëse konflikti përshkallëzohet. Nuk ekziston më një skenar ku Irani mbetet objektiv, ndërsa Shtetet e Gjirit vazhdojnë normalisht, siç ndodhi në luftën 12 ditore të qershorit 2025. Aftësia e Iranit për të ndërprerë trafikun detar përmes dronëve e relativisht të lirë tregon ndikimin e tij të madh strategjik. Zyrtarët iranian kanë bërë të qartë se kjo aftësi mund të përdoret për të formuar një rend të ri për Hormuzin, shkruan Emami. Marrëdhëniet midis Iranit dhe Shteteve të Gjirit kanë kaluar nëpër periudha tensioni dhe përmirësimi që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Megjithatë, sulmet e fundit dhe dëbimi diplomatëve iranian nga disa kryeqytete të Gjirit përbëjnë një kthim serioz prapa. Kriza aktuale dëshmon se siguria është një e mirë kolektive. Pasiguria e një shteti krijon pasiguri për gjithë rajonin. Një arkitekturë sigurie që ndërtohet në kurriz të fqinjeve nuk është më e qëndrueshme. Si shembull përpara, mund të merret përvoja historike e Europës, nga Kongresi i Vjenës deri te integrimi gradual pas luftës së dytë botërore. Këto nuk janë modele për të kopjuar, por burime frymëzimi për ndërtimin e një rendi të ri rajonal, shkruan Emami. Ngushtica e Hormuzit paraqet një anomali ligjore, pasi nuk ka një traktat ndërkombëtar të dedikuar që rregullon funksionimin e saj. Kjo mungesë ka bërë që ajo të jetë ekspozuar ndër ndërhyrjeve të fuqive të mëdha. Sipas Emamit, thirrja e një kongresi për Hormuzin mund të ndihmojë shtetet e rajonit të hartojnë së bashku një arkitekturë sigurie dhe të mbushin këtë boshllëk ligjor. Qëllimi përfundimtar do të ishte krijimi një traktati që formalizon statusin e ngushticës dhe siguron stabilitet afatgjatë. Në afat të shkurtër, kjo mund të ndihmojë në rihapjen e ngushticës dhe të japë administratës amerikane një rrugdalje nga kriza. Në afat të gjatë, do të mbronte vendet e Gjirit nga varësia ndaj një fuqie që mund të sakrifikojë stabilitetin rajonal për interesa të tjera, shkruan Emami. E ardhmja e Hormuzit, sipas kësaj qasjeje, duhet të jetë në duart e vendeve të rajonit, jo të superfuqive që kanë shfryzuar dhe destabilizuar atë. Megjithatë, nëse Shtetet e Gjirit zgjedhin të ndjekin prioritetet aleat dhe perëndimor dhe jo integrimin rajonal, Irani ka të ngjarë të ndërtojë një rend të ri në mënyrë të njëanshme. Një skenar i tillë do të ulte ndjeshëm mundësitë për paqe dhe stabilitet të përbashkët. Vendimi tani qëndron te shtetet e rajonit. Të jenë arkitekt të një epoke të re apo thjesht vëzhgues pasiv të saj. Përfundon analizën e tij profesori historisë Sina Emami.